Bleona Mata ishte vetëm 6 vjeç kur u zhduk më 24 maj të vitit 2010 në fshatin Zapod të Kukësit, një ngjarje që tronditi gjithë Shqipërinë. Sipas dëshmive të familjarëve, ajo po luante me shoqet pranë shtëpisë kur humbi pa lënë asnjë gjurmë. Që nga ajo ditë, policia, ushtria dhe banorët e zonës kërkuan për javë të tëra nëpër male, lumenj dhe shpella, por çdo përpjekje doli e kotë. Vitet kaluan dhe asnjë provë e qartë nuk doli në dritë për fatin e saj, ndërsa familja nuk rreshti së kërkuari. Nëna e Bleonës u shfaq shpesh në media duke kërkuar ndihmë dhe drejtësi, duke përsëritur se kishte bindjen që vajza e saj ishte gjallë dhe diku jashtë Shqipërisë. Pas më shumë se 15 vitesh, një lajm i papritur vjen nga Gjermania. Një emision investigativ gjerman, i njohur për rastet e zgjidhura të personave të zhdukur, ka njoftuar se mund të ketë arritur të gjejë Bleona Matën. Sipas mediave gjermane, një qytetar kishte kontaktuar autoritetet duke raportuar për një vajzë që i ngjante shumë Bleonës së vogël, ndërsa më pas hetuesit kanë përdorur teknologjinë moderne të krahasimeve biometrike dhe analizat e ADN-s për të verifikuar identitetin e saj. Vajza jetonte prej vitesh në një familje gjermane që mund ta kishte birsuar pa e ditur se ajo ishte zhdukur nga Shqipëria. Sipas informacioneve paraprake, rezultatet e para të analizave kanë dalë përputhse dhe pritet konfirmimi zyrtar nga autoritetet. Sot, në vitin 2025, Bleona do të ishte rreth 21 vjeç. Për më shumë se një dekadë, historia e saj mbeti një plagë e hapur për opinionin publik dhe një misteri pa shpjeguar për drejtësinë shqiptare. Nëse vajza që është gjetur në Gjermani konfirmohet vërtet si Bleona Mata, ajo do t'jetë simboli i shpresës që asnjë prind nuk duhet të heqë dorë nga kërkimi për fëmijën e tij. Aktualisht, nuk ka të dhëna se ajo ka krijuar familje, pasi është ende shumë e re dhe nën kujdesin e institucioneve gjermane derisa të përfundojnë të gjitha procedurat ligjore. Familja e saj në Shqipëri pret me emocione ditën kur mund ta përqafojë sërish pas 15 vitesh dhimbje, lotësh dhe shprese.